Shikoni çfarë po thon francezët, është shumë precize ajo që po vjen nga Franca. Franca ju e kuptoni që ka përplasje të nënveshme të forta me Amerikën. Por mënyra se si po argumentojnë francezët për Donald Trumpin, këtë ftesë të tij për të marrë pjesë në këtë luftë. Francezët po thonë ftesa e Donald Trumpit për ne vendet e Europës, për Francën, Britaninë, Gjermaninë dhe vendet e tjera europiane, për të shkuar dhe për të mbyllur luftën në Iran, është një lloj, thot Franca, si të japin, kujdes, në televizor francez dhe në televizion amerikan. Kujdes, është precize shumë kjo që po thot. Ftesa për të shkuar atje, thot, është si të japin dhurat një ftesë apo një bilet first class, një bilet biznesi për të ngjitur dhe për të bërë një udhtim me anijen e famshme Titanic. Dhe kur thon francezët ftesa e Trumpit është ftesë për të ngjitur në Titanic, është deklarat e qartë franceze që Titaniku do të mbytet. Titaniku u mbyt. Titaniku u përplas me icebergun. Dhe ky është mesazh gjeopolitik, miq. Ne, thot Franca, europianëve, presidenti Trump, Mr. Trump, i cili shkoi në luftë pa na pyetur, është duke na ftuar dhe na ka prerë një bilet për të ngjitur në Titanic. Pra ne dim që Titaniku po mbytet.